Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi me historinë e radhës dhe këtë herë do të ndalojmë tek lotët e një vajze që kanë filluar vite më herët dhe nuk pushojnë edhe sot. Babai i saj e shiti në kazino. Duke luajtur kazino, duke ndjekur ëndrat budallalliqe, ai shiti vajzën e tij dhe vajza shkruan sot me lot në sy rrëfimin e jetës së saj, një rrëfim që jam i bindur që do t'ju përlot të gjithëve. Unë jam historia që askush nuk do donte ta jetonte. Jam ai zëri i brendshëm i një vajze që u rit shumë shpejt, pa dashur e pa pyetur askënd. Kam heshtur gjithë jetën time, por sot dua të flas. Dua të tregoj një të vërtetë që më ka ndjekur si një hije, si ankth, si peshë në shpirt, që nuk peshon vetëm por të fundos. Që në fëmijëri, jeta ime nuk ka qenë kur ajo që njerëzit e tjerë imagjinojnë kur flasin për shtëpinë. Shtëpia ime ishte vendi ku zërat ngriheshin më lart se dashuria. Ku dera mbyllej gjithmonë me trokitje të forta, jo me përqafime. Baba im ishte një njeri që në ditët e mira duke i thjesht, por ato ditë ishin aq të ralla sa i mbajta mend si ëndër. Ai kishte vetëm një dashuri, Bigjozin. Mua më dukej gjithmonë sikur zemra e tij rihte më fort kur shihte kartat se sa kur shihte fëmijët e vet. Nëna ime gjithmonë përpiqej të më mbronte, por edhe ajo ishte thyer nga zhgënjimet dhe dhuna që përjetonte çdo ditë. Kur u bëra 15 vjeç, fillova të kuptoja se shtëpia jon nuk ishte thjesht e varfër. Ishte e braktisur emocionalisht. Atë vit babi humbi gjithçka, humbi punën, humbi paraqitjen, shpirtin, edhe pak nga pak njerëzillikun që i kishte mbetur. Dhe atëherë erdhi nata që mua do të më shkatronte. Nuk do të haroj kurrë. Ishte një natë e ftohtë, një ftohtësi prej atyre që të futen nën lëkurë, që të ngrinë zemrën. Ai hyri në dhomën time dhe për herë të parë pash në sytë e tij një lloj çmendurie që më trembi aq shumë sa nuk i mbaj mend as frymëmarrjet e mia. Vish diçka të bukur, më tha. Nuk e kuptova. Ishte vetmja herë që më fliste pa bërtitur. Ishte zë i qetë por i frikshëm. Si zëri i dikujt që ka marrë një vendim që nuk lidhet me njerëzillikun. E ndoqa nuk kisha zgjidhje tjetër. Ai më kapi për krahu edhe më nxori në rrugë. Nuk pyeta. Ndoshta isha shumë e re për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Shkuam drejt një ndërtese të ndriçuar fort. Një kazino që e kisha parë vetëm nga larg. Dritat rinin si gracka për shpirtat e humbur. Kur hyra brenda, çdo tingull më goditi si thik. Tymi i cigareve, zhurma e makinave të lojrave, buzëqeshjet e rreme të burrave që shikonin si grabitqar çdo vajzë që hynte. Ndërsa unë ndjeva një dele e futur në mes të ujqërve. Babi ul në një tavolinë pokeri. Unë qëndrova në këmbë e zemra më rihte aq fort sa mendoja se mund të më dilte nga gjoksi. Ai filloi të luante, fytyra e tij u skuq, duart ju dridhen, por ai nuk ndaloi. Luante me shpresën e humbësve, me shpresën e dikujt që nuk ka më asgjë për të humbur. Në fillim nuk e kuptova pse më kishte marrë me vete, por pastaj erdhi momenti. Babi humbi. Shuma ishte e madhe. Shumë e madhe për një njeri që s'kishte asnjë qindark në xhep. U ngrit nga tavolina dhe një burr me trup të madh ju afrua. Ai burr më pa mua. Më shikoi nga kokat e këmbët dhe në atë moment e kuptova. U dridha
si një flet ere. Babi nuk më pa fare në sy kur tha, kjo është garancia ime. Fjala garanci më preu shpirtin. Atë natë nuk isha vajza më e tij, nuk isha njeri, isha thjesht një pazar dhe ky pazar më çoi drejt martesës së paligjshme, të pavullnetshme, me një burr shumë më të madh, shumë më të etur për pushtet, shumë më të sëmur, me ndërish se gjithçka që unë në fakt kisha imagjinuar. Ai burr ishte burri im sot. Në ditët e para që hyra në shtëpinë e tij, ai nuk më foli. E dëgjova vetëm zhurmën e shisheve që përplaseshin. Çdo dhomë mbante erën e fortë të alkoolit. Nuk kishte ngjyrë, nuk kishte jetë. Ishte si një burg gri. Unë ula në një qosh dhe prisja që ai të më fliste. Prisja të fillonte një bisedë, një shpjegim, një ndjes, një pyetje. Kush je, si ndjehesh, a ke frikë? Por jo, ai thjesht piu. Pinte sikur çdo gllënkë e qetësonte, sikur unë të isha një shpërblim i vogël për mjerimin e tij. Kur ai pinte, fytyra e tij bëheshte e tmerrshme. Sytë i diqnin si qymiri ndezur, zëri i bëi i trash, duart i dridheshin, çdo natë kthehej në shtëpi dhe fillonte cikli i tij erët, britma, sharje, fajsime. Ti më ke prishur jetën, thoshte, ti si askushi, ti je ajo vetëm që unë të bleva. Dhe kjo fjali më shkatronte më shumë se çdo gjë, të bleva. Ndonjëherë më shtynte, ndonjëherë më tërhiqte nga krahu derisa më dilnin shenjat. Ndonjëherë nuk më shikonte fare, ndonjëherë më mallkonte ndërsa unë heshtja. Heshtja ime ishte mburroja e tij e vetme. Netët ishin më të tmerrshme. Qyteti flinte, por shtëpia jo ndridhej nga zëri i tij i dehur. Nga përplasja e shisheve në mur, nga zhurma e hapave të rënd që po afroheshin. Unë fshihesha në qoshen time duke mbajtur frymën, duke i munguar vetëm një gjë, shpresa. U rita duke vuajtur. Vitet kaluan, por jeta ime mbeti e njëjtë. Çdo ditë ishte një përsëritje e një mangthi që nuk përfundonte. Çdo mëngjes zgjohesha me sytë e fryrë nga lotët e natës, dhe çdo natë flija me zemrën që rrihte nga frika. Dal nga dal fillova të ndjeja se po humbisja veten. Nuk e dija më kush isha. Në pasqyrë shihja një grua të lodhur me sy të zbrazët, me duar që dridheshin, me një shpirt që po shuhej, dhe shpesh i thoja vetes, kjo nuk është jeta ime. Nuk mund të jetë jeta ime. Nuk mund të jem unë kjo. Por ishte, dhe realiteti ishte më i rëndë se çdo ëndër e keqe. Dhe prapa askush nuk e dinte. Unë buzëqeshja para njerëzve, por brenda vetes vdisja çdo ditë. E mbaja historinë time të fshehur se kisha turp. Kisha frikë, mendoja se askush nuk do të më besonte. Dhe në fund të fundit, kush do ta imagjinonte si një baba mund të çonte vajzën e vet drejt një fuqie kaq të errët. Por kjo është e vërteta ime. Historia ime, jeta ime e shkatëruar. Dhe sot ende jetoj me të. Ende kur zgjohem nga zhurma e shisheve kam frikë. Ende dridhem kur dëgjoj saborën e tij në korridor. Ende frikën të më rjedh në trup si helm. Por një gjë ka ndryshuar. Nuk jam më vajza e trembur e kazinos. Nuk jam ajo që e shisnin sytë e babit. Nuk jam më një pazar. Sot jam një grua që e di se çfarë ka përjetuar. Jam një grua që ka ndier ferin. Jam gruaja që ka parë jetën në formën e saj më mizore. Dhe një ditë do gjej forcën të çlirohem, do gjej zërin tim, do gjej dritën që më është mohuar. Por deri atëherë, ky është rrëfimi im, dhimbja ime, historia ime e trishtuar, që s'ka pasur kur një fillim
të lumtur, por gjithmonë kanë qenë pjesë të shpirtit të hidhura. Kjo është historia e kësaj vajze, e cila me dhimbjen më të madhe po e tregon për publikun: mbani fëmijët tuaj, mos i lërni fëmijët tuaj në këtë rrugë.